Diçka nuk ishte në rregull atë ditë. E gjitha skuadra kërkimore mund ta ndjente, por Peteri, shkencëtari kryesor, ishte i pari që e pa me sytë e tij. Atje jashtë, i varosur në akullin e Arktikut, diçka po e vështronte. Ai nuk mund të dallonte dot. Jo ende. Por brenda pak sekondash, çdo person i asaj skuadre po përpiqej me të gjitha forcat për të tërhequr atë blok akulli drejt laboratorit. Ajo që askush nuk po kuptonte ishte se diçka ndodhej ende brenda atij arkivoli të ngrirë. Dhe kishte qëndruar i bllokuar aty për më shumë kohë nga sa mund ta imagjinonte dikush prej tyre. Peteri e diti menjëherë se ky nuk ishte një kampion i zakonshëm. Ky mund të ishte lloj i zbulimit që riformatizon karrierat, mbase edhe tekstet shkollore. Ai praktikisht dridhej nga nevoja për të qarë atë akull e për të parë se çfarë fshihej brenda. Por kur ai më në fund të depërtoi, kur u ndodh ballë për ballë me atë që kishte ndjekur, e goditi si një kamion. Madhësia e saj që po shikonte ishte pa imagjinueshme. Ai kishte rekrutuar një grusht njerëzish nga kampi kërkimor për ta ndihmuar të kalonte atë mur të ngrirë. Dhe tani të gjithë po qëndronin aty duke parë të njëjtën gjë. Ekuipazhi filloi të gërmonte, ngadalë e me kujdes. Dhe sa më shumë afroheshin, aq më qartë bëhej se me çfarë kishin të bënin. Një nga një, punëtorët u tërhoqën prapa. Disa prej tyre u kthyen dhe u drejtuar menjëherë drejt daljes së shpellës. Peteri, ai thjesht u rrëzua në gjumë. Si është e mundur që kjo të jetë vërtet? Pra çfarë nxorri saktësisht Peteri nga ai akull? Si u ndesh ai me këtë shpellë të ngrirë në radhë të parë? Dhe këtu është pjesa që do t'ju lër pa gjumë. A ishte kjo një zbulim që bota do të ishte më mirë të mos e dinte kur? Përpara se të futemi në detaje, më bëni një nder të vogël. Nëse po ju pëlqen kjo histori, shtypni butonin like, abonoheni nëse nuk e keni bërë ende dhe aktivizoni zilen që të mos humbisni asnjë histori si kjo. Këtu është diçka që shumica e njerëzve nuk e mendojnë. Gjatë dekadave të fundit, akulli i lashtë që ka qenë i ngrirë për shekuj, po shkrihet me një ritëm të tmerrshëm. Dhe ndërsa zhduket, ai po nxjerr në dritë gjëra sekrete, në fakt që nuk ishin menduar kur të shihnin dritën e diellit. Disa nga këto gjetje janë mahnitëse, të tjerat mbase duhet të kishin mbetur të varrosura. Eksploruese nga çdo kënd i botës po bëjnë gara për të qenë personi që zbulon gjën e radhës së madhe. Ata duan që emri i tyre të gëdhendet në librat e historisë përgjithmonë. Shumica e tyre kthehen duar bosh. Misionet e dështuara, shpirtra të thyer, asgjë për të treguar. Por Peteri, një shkencëtar 36 vjeçar, me më shumë guxim se sa fonte, nuk ishte si shumica e eksploruesve, dhe misioni i tij i fundit ishte gati ta vërtetonte këtë. Destinacioni i tij, Grenlanda Veriore, territor që deri vonë ishte plotësisht i bllokuar nga akuj. Askush nuk ishte shkelur atje, askush nuk ishte pasur as mundësinë. Por ndryshimi i klimës e hapi paksa derën dhe Peteri nuk kishte ndërmend ta linte atë derë të mbyllej pa hyrë brenda. Dhe kështu bëri. Peteri u nis me mezi mjaftueshëm pajisje për të mbijetuar, duke ndjekur një parandjenje se diçka jashtëzakonshme ishte e varrosur në gjithë atë bardhësi. Javët e para pothuajse e thyen atë. I ftohtë ishte i pashpirt. Furnizimet e tij po paksoheshin. Pati momente reale dhe të sinqerta, ku ai vuri në pikpyetje çdo vendim që e kishte çuar deri aty. Por ai vazhdoi. Javë të tëra në vetmi të plotë e quan atë në një fushë masive akulli, të sheshtë dhe pa asnjë karakteristikë në çdo drejtim, përveç një gjëje, një formacion shkëmbor i dhëmbëzuar me pamje të panatyrshme. U duk sikur universi po hidhte një shans të fundit. Ai u afrua dhe atëherë ndjeu një fllaq që shtynte përmes çarjeve të vogla midis shkëmbinjeve. Erë që vinte nga nën toka. Kjo ndryshoi gjithçka.
Piteri zhvendose një nga shkëmbit dhe gjeti një vrim që anonin poshtë drejt errësirës. Tani, një person më i zgjuar mund të ishte kthyer mbrapsht dhe të kërkonte ndihmë, por Piteri, ai mori elektrikun e dorës dhe u ngjit brenda. Vrima u bë tunel pothuajse menjëherë, i ngushtë dhe i rrëshqitshëm nga akulli. Sa më thellë shkonte, aq më shumë zgjerohej derisa hyrja pastaj u zvoglua në një pikë të vogël drite. Çdo eksplorues me përvojë do t'ju thoshte se të hysh kaq thellë vetëm pa e ditur askusht se ku ndodhesh është mënyra se si njerëzit shtuken. Piteri i dinte të gjitha këto. Ai shkoi më thellë gjithsesi. Dhe pastaj e pa një mur akulli, por jo si të tjerët. Ky diçka kishte prapa tij një formë të errët, një siluetë të ngrirë brenda të mbështetur pas anës tjetër, sikur po priste. Ai drejtoi elektrikun drejt saj dhe pulsi i tij shkoi në qiell. Ai nuk mund të dallonte se çfarë ishte. Truri i tij filloi të kalonte nëpër çdo mundësi, edhe ato të pamundura, por duke qëndruar aty, i vetëm në barkun e një shpelle akulli. Pa sinjal telefoni dhe pa asnjë mbështetje, Piteri bëri diçka që kërkonte më shumë disiplinë se sa guxim. U ndal. Ai nuk mund ta bënte këtë i vetëm. Jo në mënyrë të sigurt, jo siç duhej. Kështu ai mori vendimin më të vështirë të jetës së tij. U kthye mbrapsht. Para se të largohej, megjithatë nxori një copë letër dhe skicoi një hartë të përafërt të shpellës. Çdo kthes, çdo karakteristikë që mund të mbante mend. Ai nuk kishte ndërmend ta humbiste këtë vend. Vetëm pasi mbaroi hartën, filloi ngjitjen mbrapsht. Po largohej por vetëm për momentin. Çfarëdo që të ishte brenda, ati muri, ai do të kthehej për ta marrë. Tuneli që të çonte më lart ishte brutal. Çdo muskull i dhimbte, por Piteri u zvarit jashtë dhe kur arriti në sipërfaqe qielli ishte nxirr. Ai kishte nevojë për stres shpejt, ose i ftohti do të përfundonte atë që filloi shpella. Ngriti kampin dhe ndërsa duart e tij punonin me autopilot, tenda, thesi i gjumit, soba, mendja e tij ishte diku tjetër duke planifikuar e thurur skema. Nesër ai do të ecte drejt të fshatit më të afërt, 2 ditë në këmbë. Nga atje, ai do të rekrutonte një ekuipazh, njerëz që mund ta ndihmonin të çante atë mur akulli. Gjithë natën pa në ëndër atë siluetë. Çfarë ishte? Ndonjë specie që askush nuk e ka dokumentuar? Diçka e lashtë e ndërtuar nga duart e njeriut mijëra vjet më parë? Madje e kapi veten duke qeshur me mendimin e Bigfoot, natyrisht qesharake, por gjithsesi. Truri i tij nuk po flinte dhe ai mezi mbylli syt. Me lindjen e diellit ai ishte i paketuar dhe në lëvizje. Ai kishte shënuar koordinatat e tij në një hartë digjitale që kishte shkarkuar më parë, por rezolucioni ishte i tmerrshëm, shumë larg për të qenë i besueshëm. Kështu që në rrugën e kthimit ai gdhendi shenjat e terrenit në kujtesën e tij. Një kresht në formë grushti, një grumbull shkëmbinjesh, çdo gjë që mund ta udhëhiqte mbrapsht, sepse asgjë, absolutisht asgjë, nuk do ta ndalonte ta gjente përsëri atë shpellë. Ai tashmë mund ta imagjinonte emrin e tij në titujt e gazetave, studiuesit duke cituar punën e tij. Ky ishte momenti i tij. Piteri arriti në fshat dhe nuk humbi kohë. Ai mblodhi një grusht vendasisht të gatshëm për të punuar për para kesh. Ai i mbajti detajet të veta me qëllim, thjesht u tha se i duhej ndihmë për të gërmuar diçka nga akulli. Asgjë për atë që ai mendonte se ishte brenda. Këta ishin njerëz që nuk bënin shumë pyetje. Ata kishin nevojë për para. Kjo mjaftonte. Por a do t'i kthehej në bumerang fakti që po i mbante në errësirë? Ata u ngarkuan me furnizime, morën vegla dhe siguruan disa skuter dëbore që mund të përballonin terrenin. Mes pagesës së ekuipazhit dhe blerjes së pajisjeve, Piteri pa llogarinë e tij bankare të zbrazej, pothuajse në zero. Nuk i interesonte. Ai do të kishte hyrë në borxhe dhe sinqerisht
ashtu edhe bëri. Nëse kjo gjetje ishte ajo që ai mendonte, çdo 100 dark do të vlente 1000 herë më shumë. Ditën tjetër ata u nisën. Gjetja e zonës së përgjithshme ishte mjaft e lehtë. Piteri kishte koordinatat, por një stuhi dëbore kishte tërbuar në rajon gjatë 24 orëve të fundit dhe gjithçka ishte mbuluar. Hyrja në të cilën ai ishte ngjitur vetëm pak ditë më parë ishte zhdukur e glabëruar nga dëbora e freskët. Piteri i ngriu stomaku. Shenjat që kishte memorizuar ishin kryesisht të fshehura. Kërkimi vazhdoi dhe paniku filloi të ndjehej. Pastaj papritur, një nga ndihmësit që po godiste tokën me një shkop, ndjeu se ai kaloi tej për tej. Ai u pengua përpara. Shkopi kishte shkuar drejt në përdëbor në një hapësirë boshe poshtë. Zemra e Piterit pothuajse ndaloi. Kjo duhej të ishte hyrja. Ata zbritën poshtë sa më shpejt që mundeshin në mënyrë të sigurt. E gjithë zbritja ishte një shtres akulli dhe Piteri nuk kishte ndërmend ta linte askënd të lëndoi kaq afër vijës së finishit. Kur çizmet e tij prekën dysheme në shpellës, gjithçka ju rikthye. Ishte eksaktësisht siç e kishte lënë. Ai pothuajse vrapoi në përguf, duke ndjerë hartën e tij mendore. Dhe brenda pak minutash, ja ku ishte. Muri masiv i akullit. Silueta e errët ishte ende e ngrirë brenda. Saktësisht nuk e mbante mend. Ventasit? Ata nuk kishin asnjë ide se çfarë po shikonin. Piteri nuk kishte thënë asnjë fjalë për këtë pjesë. Ata qëndruan aty të shtangur, duke përpjekur të procesonin atë për të cilën ishin regjistruar. Për një sekond Piteri pyeti veten nëse ata do të refuzonin ta ndihmonin. Pastaj buri më i vjetër i grupit bëri një hap përpara pa hezitim dhe mori një vegël. Tani të gjithë ishin të emocionuar. Mund të ndjenin. Çfarë do që ishte pas atij muri, ishte diçka potencialisht historike. Ata filluan me punën të kujdeseshin të qëllimt të tmeruar, mos dëmtonin çfarëdo që ndodhi brenda. Akulli ishte i trash, brutalisht i trash. Orët kalonin ngadalë. Ata nuk ishin as të sigurt nëse kishin pajisjet e duhura për një punë të kësaj përmase. Dhe pastaj ndodhi. Një goditje ra shumë fort. Krisja bëri jehon në përshpellë si një eshtënarme. Të gjithë ngrin. Nga pika e goditjes, thyerjet u përhapën në çdo drejtim, shpejt si dekzime të pandalshme. Zemra e Piterit ndaloi. Ndihmësi u pengua prapa. Disa vrapuan drejt daljes, të bindur se tavani do t'u binte mbi kokë. Por Piteri nuk mund të lëvizte. Këmbët e tij ishin të çimentuara në tokë. Sekonda më vonë gjithë muri i akullit u shemb. U thërmuan në 1.000.000 copash, dhe ajo që ishte vullosur pas tij për shekuj, mbas edhe më gjatë, u ekspozua më në fund. Piteri ra në gjunjë. Nuk ishte ajo që priste, as që i afrohej. Nuk kishte as një krijes, as një skelet antik, as një bisht të ngrirë nga një kohë e haruar. Pas murit ishte guri, thjesht shkëmb, por i gdhendur në atë shkëmb, duke mbuluar çdo centimetër të tij. Ishte një vizatim gjigant i një figure njerëzore, qartësisht antik, qartësisht i qëllimt. Reagimi i parë i Piterit ishte zhgënjimi, një zhgënjim i papërpunuar që të godiste në stomak. Ky nuk ishte titulli i gazetës që kishte imagjinuar, as një specie e pazbuluar, as një monster në akull. Por pastaj sytë e tij u përshtatën. Figura që kishte krijuar atë siluet, ajo e vizatuar aq trash dhe errët sa ishte e dukshme përmes akullit të fortë, ishte vetëm fillimi. Tani që muri kishte rënë, u zbulon 10 vizatime të tjera. Skena gjuetie, grupe njerëzish, zjarre, kafsh, të gjitha të realizuara në të njëjtin stil antik, si diçka nga një tekst parahistorie. Por asgjë që dikush kishte dokumentuar ndonjëherë në këtë pjesë të botës. Dhe atëherë kuptoi, kjo mund të ishte në fakt më e madhe se një krijesë ngrirë. Këto vizatime vërtetonin se njerëzit kishin qenë këtu, në një vend ku askush nuk besonte se dikush kishte arritur ndonjëherë. Nëse ekspertët mund të përcaktonin se kur ishin këto, kjo mund të rishkruante linjën kohore të migrimit njerëzor në Arktik. Piteri duhej të përhapte lajmin shpejt. Gjatë muajve të ardhshëm, shpella u bë pika më e nxehtë në botën shkencore.
Ekspertët fluturuan nga kudo. Vendi u deklarua zonë e mbrojtur me njerë. Askush nuk mund të hyjnë te paleja zyrtare. Dhe Piteri ishte në qendër të gjithë kësaje. Duke parë pas, po i kushtoi shtrejt. Kohë, para që nuk i kishte. Javë izolimi që pothuajse e thyen. Por emri i tij tani ishte përgjithmonë i lidhur me një nga zbulimet arkeologjike më domethënëse të bëra ndonjëherë nga një person i vetëm në rajon. Ai nuk u pasurua prej saj, por sinqerisht, kjo nuk ishte kur qëllimi. Krediti, njohja, dijenia se emri i tij do të jetonte në librat e historisë gjatë pasi ai të ishte larguar, ky ishte thesari i vërtet, dhe deri më sot mbetet arritja e tij më krenare. Po ju si mendoni, a ka ende sekrete të tilla të fshehura nën akull që presin të zbulohen? Apo disa gjëra është më mirë të mbeten të varrosura? Na thoni mendimin tuaj në komente. Nëse historitë si kjo janë e preferuara juaj, dini çfarë të bëni. Shtypni like nëse ju pëlqeu videoja. Bëni subscribe që të bëheni pjesë e komunitetit ton. Aktivizoni njoftimet që të jeni të parët që shihni historitë tona të reja. Shihemi në tregimin e radhës.